Një test i rastësishëm i ADN-s në një festë studentore zbuloi një të vërtetë shkatruese për jetën e një vajze. Të dashur shikues, para se të vazhdojmë, ju lutemi shkruani në komente se nga cili qytet jeni. Jemi vërtet e interesuar të dimë se nga i kemi shikuesit tanë. Në një festë studentore në San Diego, dhoma ishte ndriçuar me kurora dhe gota e kuti picash ishin në dysheme. Mërzinte erdhjathi, koke dhe verë të lirë, të qeshrat mbytën muzikën dhe dikush po përpiqej të kërcente pikërisht në mes të mobiljeve. Tom mbante një emë plastike dhe duke buzëqeshur gjërësisht njoftoi solemnisht. Shikoni, ai ngriti atë mbi kokë. Komplete për testin e ADN-s. Të vërteta, të gjithë merrni një. Çfarë është kjo marrëzi? Melisa u vret duke rregulluar xhaketën e saj për lëkure mbi fustanin e saj të shkurtër dhe të shëndritshëm. Sytë e saj të gjelbër të hapur shkëlqyen me argëtim, megjithse kishte ironi në zërin e saj. Hajde, Laura. Unë gërdesh duke u mbështetur në dritare. Kjo është qesharake. Të gjithë të pështyn në një tub dhe dërgojnë atë. Pas 2 javësh rezultatet do të vinë. Por, sikur dikush të dalë të jetë pasardhës i dukëve apo kontëve, ata që ishin të gjithë së bashku. Dhe për një moment, duke si thjesht një shaka e padëmshme, por kjo ide rastësisht u bë fillimi i diçkaje që ndryshoi jetën e Melisës përgjithmonë. Ajo kur nuk kishte menduar shumë për gjenetikën dhe përjardhjen e saj. U rit në Nova Scotia, në një familje ku baba i saj, Robert, tregonte histori për stërgjyshin e saj, i cili mori pjesë në luftën civile, ndërsa nëna e saj, Susan, e mësonte vallëzimin popullor. Në kujtesën e saj ishin aromat e byrekit me misër dhe kuzhina, foto në albume, udhëtime verore në det, dhe ajo besonte se rënjët e saj ishin thjesht amerikane. Por tubi i vogël i ADN-s ndryshoi gjithçka. Kaluan 3 javë. Një mbrëmje Laura thiri. Rezultatet janë këtu. Kontrolloi emailin tënd. Melisa, papritur, u ul në laptopin e saj. Vërtet kishte një letër në kutinë e saj. Testi juaj i ADN-s është gati. Ajo klikoi, duke pritur një tabel me përqindje, një listë vendesh dhe rajonesh, por brenda ishte vetëm një paralajmërim i kuq. Llogaria juaj është bllokuar. Ju lutemi, kontaktoni departamentin ligjor menjëherë. Monstrat tuaja përputhen me një profil të lidhur me një rast kriminal të pasgjidhur. Melisa e lexoi atë disa herë. Zemra e saj po rrihte aq shumë sa që gishtat i dridheshin. Laura, ajo pëshpëriti në telefon. Unë nuk kam rezultate, kam një paralajmërim. Thuhet se ADN-ja ime është e lidhur me një rast kriminal. Çfarë? Është kjo një shaka? Jo. Ajo kaloi natën zgjuar. Në orën 3 të mëngjesit ajo shkroi një letër në qendrën e testimit. Përgjigjja erdhi pothuajse menjëherë. Ju lutemi, vizitoni zyrën tonë në Boston për verifikim. Asnjë informacion nuk jepet nëpërmjet telefonit apo postës. Shu i ftohtë jashtë intensifikoi ankthin e saj dhe mendimet i rridhnin në kokë. Po sikur të mos jem ajo që kam menduar gjithmonë se isha. Laura shkroi. Nëse shkon, unë do të vi me ty. Treni i mëngjesit për në Boston udhëtoi nëpër mjekull, duke kaluar stacione gri dhe platforma të shkreta. Laura mbante dorën e Melisës dhe pëshpëriti. Duhet të jetë një gabim. ADN-ja nuk mund të përputhet me një rast kriminal. Por në departamentin ligjor të qendrës, ata u pritën shumë seriozisht. Sonjusha Melisa Campbell, ju lutemi vazhdoni, të administratori. Në zyrë një burr rreth të 50-tave u prezantua, Frederick Harris, avokat për raste speciale. Ai ndezi projektorin. Një fotografi e një gruaje të re me flokë të gjata gështenje u shfaq në ekran. Kjo është Elizabeth Rivers, e lindur në vitin 1979. Në vitin 1999, ajo lindi një vajzë në spitalin e Shën Franceskut në San Diego. Pas lindjes ajo u zhduk. ADN-ja juaj përputhet me të sajën. Ju jeni pothuajse me siguri vajza e saj. Melisa u ngri. Jo, nëna ime është Susan, baba ime është Robert. Ne e kuptojmë, por të dhënat nuk gënjejnë. Ne dyshojmë për ndërim foshnjësh. Emri juaj i vërtet është Klara. Dokumentet të vjetra u vendosën në tryezë, një certifikat vdekje falsifikuar, një raport për person të humbur dhe një shënim me shkrim dore të Elizabetës. Vajza ime Klara,
e lindur më 18 mars 1999. Bota e Melisës u shemb. Në kokën e saj jehonte, unë mashtrova. Ajo u kthye në shtëpi, i pa prindërit në sy dhe pyeti: "A e dinit?" Pas një pauze të gjatë, Roberti pohoi me kokë dhe tha: "Ne nuk mund të kishim fëmijë. Na u ofrua nëpërmjet një mjeku të njohur. Nuk e dinim që ishe e paligjshme." "Ju e dinit," e ndërpreu Melisa, "ju kishit një kontratë të paligjshme. Ju më blet mua." Suzan po qante. "Por ne të deshëm, me gjithë zemër. Dashuria nuk fshin të vërtetën," u përgjigj Melisa ftohtë. Gjërat u zhvilluan shpejt nga aty. Viktor, shoku i saj, ndihmoi në gjetjen e ish infermieres Rachel White. Ajo konfirmoi: "Të mbajta në krah në ditëlindjen tënde. Kishe një shenjë lindje në këmbë. Nënës tënde i thanë se fosh një vdiq dhe ajo u detyrua të nënshkruante dokumente." Pastaj u gjet Julia Sanders, një shoqe e Elizabetës që ishte zhvendosur në Vermont. Ajo kishte mbajtur certifikatën origjinale të lindjes dhe ajo kishte adresën e Elizabetës. Melisa menjëherë u nis atje, një vilë e bardhë në malet e Vermontit. Dera u hap dhe një grua me flokë gri dhe me një fytyrë të lodhur u ngri. Ajo përshpëriti: "Klara?" Melisa u përgjigj me një zë të dridhur: "Po, unë jam vajza juaj." Ato u përqafuan në derë, sikur 26 vjet nuk kishin ekzistuar kurrë, dhe lotët rritnin nëpër fytyrat e tyre duke larë vitet e vetmisë. Një hetim filloi, me ndihmën e gazetarit Peter Nolan dhe dëshmisë shoferit Isaac Thompson. U vërtetua se mjeku Raymond Lewis drejtonte një rrjet të ndërimit të foshnjave dhe ndërmjetësi Alan Norton shiste fëmijë për birësim. Gjykata e shpalli atë fajtor për ndihmë në trafikim njerëzish dhe falsifikim dokumentesh. Pas gjykimit, Klara shkroi një artikull: "Emri im është Klara Rivers. Më parë njihesha si Melisa Campbell. Isha një fëmijë i vjedhur, por nuk kam më frikë nga e kaluara, sepse kam gjetur të vërtetën dhe nënën time." Artikulli u përhap në të gjithë vendin. Viktimat e tjera filluan të paraqiteshin, njerëzit shkruan letra, ndan histori, kërkuan prindërit dhe fëmijët e tyre. Klara u kthye në Vermont për të jetuar pranë Elizabetës. Së bashku ata rinovuan shtëpinë, mbollën lëndë dhe ndezën një llampë në verandë në mbrëmje. "Mama," tha Klara, "dua të jem këtu. Jo si Melisa nga San Diego, por si Klara nga malet e gjelbra." Elizabeta e përqafoi fort në qiellin që po perëndonte. Ato qëndronin së bashku, nën dhe vajzë të humbura dhe të gjetura përsëri, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, bota rreth tyre dukej e plotë dhe reale. Të dashur shikues, a do të kërkonit prindërit tuaj pas kaq shumë vitesh? Ndajeni mendimet tuaja në komente me komunitetin ton dhe le të ndëgjojmë mendimet e njëri tjetrit. Mirupafshim.